Pastaj, pezon vendi jun, pezon vendi jun, janë dollë, disa të rria, dollën për cilën honën. Tash sot do të me konë? A do të me konë një 450? A do të me konë 100? A 200? A 1000? A sot me konë? A praf? Sot do të me konë me dollë me po honën edhe me dollë krejtë atat një zoni e pa nëm honën, filloj mu i Ramazanit. Sot do të? Jo. Atëherë, si mbas shumicës së djetarëve të fekut, jurisprudencës islame, nëse e she honën sonte, nëse shifet hona e ri prej një personi, muji Ramazanit fillen. Që veç njoni, një gjeli mirë, një budi mirë, një i sinqert, një i dëvëtshëm, një që i din këtu sene, një që ka përcjell mujt gjatë vitit krejt, edhe shet del, e po, në i thuna theka, është i besushëm, edhe që të lamin, e po është honën, edhe për gjuhës ti, nuk nifet që a i gënjen, e po është honën, pra muji i Ramazanit fillen. S'ka nevoj me koma shumë, si mbas shumicës, si djetarve, si të medhebit Hanefi, një fjalla sak medhebin Shafi'i, medhebi Hanbeli, këta kanë thonë të këti mendimi se kështë e sakta. Edhe pse disa kanë shtu medhebit Maliki, po na po hesmi me aton të Hanefive, edhe mendojmë që kështë e sakti. Ndërsa, disa kanë shtu si të medhebit Maliki, kanë thonë ja, nuk kanë shtu me mod 200 afet, po ju një kanë thonë po 2. Nëse 2 burra dalin e shofin, po a një ju. Mirë po e sakta është me një. Qyshpe, ku për mbështet me qëto më të sakte me një? Hadithi që vjen prej Ibni Omerit. Ibni Omeri, shok i pejgamberit, djali Omerit, edhe ai shok i pejgamberit, edhe tha dolen njerëzit me këshyr honën. Tha, edhe unë që më rastisi mu, unë e posh. Veç aje po, 1%. Edhe shkoj tek pejgamberi alayhi as-salatu, ja Rasulullah, e posh honën. Ka qenë sahabi, dhe sahabit e nga përmen nalë, me konsenzusin e djetarve, s'ka gënjështar për tyre. Ta në fesë rajnë, s'ka. Vetëm të shia, që ka i kënë shnia, ta në shiave. Loja dhe shokë në shëmetoj. Ndërsa, tha, e poshë i dërgumi Zotit, që ka boni pejgamberi? Nisë një tha me agjeru nesër. Pra vesh një njëri a puni lajmin, e bëne Omeri, a pejgamberi alayhi as-salatu zëm tha, agjeran edhe këtë hadith e ka si Abu Davud, Darimi, Ibn Hibani dhe hadith i shtik, është i vërtet